Përshëndetje miq, kudo që jeni duke na ndjekur. Sot do të flasim për profesionin e rrobaqepsisë. Me theks të veçantë, a ka ndryshuar rrobaqepsia ndër vite? Të punosh veshjen e dikujt është përgjegjësi morale dhe profesionale. Në anën tjetër, ta besoj dikush punën tuaj është një tjetër përgjegjësi individuale dhe një mision tjetër i rëndësishëm. Për të diskutuar më shumë për këtë temë, ne kemi zgjedhur dy profesionistë të kësaj fushe. Njëri ka kaluar 4 dekada punë të jetës së tij, e tjetra po mbush 1 dekadë të punës së saj. Me ne në studio është Elki Gojani, rrobaqepse, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Ardita. Dhe gjithashtu Yll Hoxha, rrobaqepës. Shumë njerëz ju njohin në bazë të punës, profesionalizmit dhe angazhimit tuaj që keni pasur për gjatë këtyre viteve. Më vjen mirë që u bët pjesë e misionit edhe të sjellim më afër atë që e bën një rrobaqepës punëtor. Do ta nisim me ju, Yll, me që të punosh mbi 4 dekada, të rrumbullaksosh më shumë se 40 vite përvojë, i bie që besimi ka qenë i madh te klientët të cilët vazhdimisht ju kanë përcjellur. A është i vështirë ky profesion? Si profesion, mund të themi se është edhe i vështirë, po është edhe tërheqës. Kështu që ajo puna është shumë e rëndësishme kur i jep rëndësi ti kualitetit, edhe mundohesh me arrit diçka të pamundshme. E ato të pamundshmet janë gjëra që gjithkohë tërheqin këtë profesion. Me kalu vitet edhe me marrë besimin e punëtorëve ose me i pas model edhe njerëzit tjerë, është diçka e mirë. Elki, ti na sjell atë përvojën tuaj me rrobaqepsi. E ke pas të trashëguar nga familjarët apo erdhi diçka rastësishme? Rrobaqepsia tek unë ka qenë, si me thonë, nuk ose rastësi ose dëshirë ma e hershme. Por që kam trashëgu prej dikujt, jo. Dhe më thonë e kam nis vetë prej fillimit, të nis prej zeros. Kjo është diçka që, dhe më thonë, as nuk është që kom kry diko, as nuk është që kom su prej dikujt, dhe më thonë, krejt sandet i kom marrë edhe i kom bo vetë. Edhe kjo bavaki e ka bo edhe shumë ma interesant, ose më ka shty ma tepër, për me mrite që kjo tash ku jam është herët hala, ka vështërsi hala, po unë besoj që kom rri qëtu ku jam, me krejt qatë punën që, dhe më thonë, e kom bo krejt vetë. Pa e marrë për askujt, ose pa më kallëzu kërkosh dishka. A konsiderohet profesioni vështirë? Po, varet prej rrethanave. Rrethanat e imponojnë. Unë për veti kom pas bazën, pak më ndryshe se kjo vajza, se kom pas babën. Kështu që ajo më ka ndihmu shumë, mirë po me kohë, mas e kom tregu edhe vete. Çfarë bën të veçantë një rrobaqepës? Duhet që t'jenë ato specifikat ose parimet kryesore që një rrobaqepës t'i ketë fillimisht e pastaj ta fitojë edhe besimin e klientit. Cilat mendon që janë? Për mendimin tim, të nis prej vetës, prej punës time, unë mendoj që një stil, një ide, ose një krijim tonin, pa imitu dikon, dhe më thonë që ajo ty ka me të botë veçantë. Normal, tu i shti kvalitetin si pikë të parë, detajet janë pika 2 të punës, dhe më thonë krejt këto ty të kompletojnë edhe të bojnë ma të veçantë se dikush tjetër. Nuk thëmë që është ma mirë ose ma keq nëse ti ndjekat rrugën tënde, mirë po kjo e bën dallimin mes një rrobaqepsi me rrobaqepsin tjetër. Dhe më thonë, zanati është zanat, të në dijim, po ti dush mi njek që ato shka ty të pëlqen, ose që ato që shka ti të dënë mi bo ma të veçantë ose ma unike. Tu e kushtu normal, spari kvalitetin e materialit. E dyta, që tash maraki mi bo mirë, mi qitë sa ma pastër, sa ma bukur, edhe atë krijimin tonë që dënë mi bo ma të veçantë. Unë mendoj kështu. Po, si që, ne kur kemi fillu më spari me shërbimet thjeshta, dhe më thonë, me gjona thjeshta. Mirë po me kohë, ose tu avansu, kena mbri, mi bo kvaliteti është shumë. Se te puna ma spari që mohët kvaliteti.
Kur jep kvalitetit të rëndësi, atëherë nuk ka mungua suksesi. Kështu që ajo baza e parë, unë si fëmijë kur kam qenë, do më thoni ku mësu ato mas pare këto përmirësimet më thjeshta, shkurtime, ngushtime, ndryshime, pastaj kom fillu edhe mi bo premjen, e të premja, aty është baza. Ku fillon. Pse është rëndësishme premja kaq shumë, si proces? Premja është e rëndësishme se aty jepet çdo veshje që e bën ti, aty jepet, do më thonë, fillimi edhe puna kryesore është aty. Kur jep ti pamjen, kur jep ti format si duhet, atëherë edhe qepja nuk është shumë problematike. A ka ndryshuar si proces rroba qepësia dikur edhe sot? Po, ka shumë ka ndryshuar. Për shembull, në çfarë prizmi ka ndryshuar? Se tash ato, do më thonë, stili, cilin e përdorin, për shembull, kohrat e kaluara, ka qenë një stil krejt tjetër, për stileve sot që kanë ndryshuar shumë. Do të thonë, përpara ka një farë rregullore që një sistem është punu. Edhe gjithë është dashur mi përdor qatë metodë punës. A sot nuk ka asi regla, nuk janë caktuar më, se shumë kanë ndryshu. Mirë po edhe këto i kanë ato, do të thonë, rëndësinë e vetë, secili sa në ka rëndësinë e vetë. A ka ndryshuar edhe teknologjia, edhe profesionin e juaj, a ka atakuar ndryshimi teknologjik? Shumë ka ndryshuar. Dhe a mbet mbrapa një rroba qepës i cili nuk e ndjek trendin edhe të teknologjisë? Po, normal. Për shka, për Është shembull? shumë e dukshme. Për shembull tash përpara, pak sa kam njohuri përpara, si me thonë shablonat ose shemat e këto janë bo me dorë ose direkt në material, me sa di unë. Ndërsa tash, me zhvillimin e teknologjisë, unë për vete punoj me kompjuter. Dhe më thonë, unë e përdori shemen individuale e bëjnë kompjuter mante softverave të ndryshëm. Dhe më thonë, unë e përdori një softver që bëhet masat e tuja miren, ipen e në kompjuter, punohet shema në kompjuter, edhe dhe më thonë, softveri, nuk për disa më mi spjegu veçën pika të shkurta, softveri ka faqen 2D dhe 3D. Në 2D punohet, në 3D shifet, dhe më thonë, rezultati, ose forma jote e trupit që e ki, so është avatari, e sheti vetën me trup tonin, edhe qysh pëtren produkti ty. Dhe më thonë, janë të sene teknologjike që kanë avansu, edhe neve nga bënë ma të letë, që këtë vjetë deri të premja, ti nuk i mo me menu kur gjo. Se ty vishta ka qitë, a ki mirë në trupin tënë. Edhe ajo, dhe më thonë, eliminohen, shumica gabimeve eliminohen. Dhe më thonë, nuk i me pas gabime. Ylli? Na, kërë kemi fillu na i o kreti bojmë me dorë, edhe direkt bile une, se kur ta fiton atë titullin e mjeshtrit, dhe më thonë, ti duesh në material me njëherë. Nuk kemi nevoj na, si ne pas nevoj, tash, kjo vajza që thot, është e vërtet, dhe më thonë, ka ndryshu shumë, se në bo disa formula, që mund është mi përdor ato, bas masave, jep shënimet edhe ato ta nxjerrin atë efektin që apëtën. A na kemi punu direkt në materiale. Mjeshtëria, a i do e bënë se ti je shumë e përgatitën. Më intereson të di, gabimet a janë më të pranishme, ose a mund të jenë, sepse unë them gabimet janë njerëzore dhe kur gabohet është më njerëzorja për ta përmirësuar atë. Po a janë më evidente në kohën e sotme në këtë sistem cilën e thotë Elki, apo në sistemet të cilat direkt të futësh në material? Mundet me pas gabime, mirë po, ato gabime janë shumë të leta, se për atë edhe i bëjmë provat. Në prova, përmisohen gjitha gabimet për shumë që mund kalori. Te kjo të ashtë eliminohet prova. Që do të thotë zbën prova? Unë i bëjt pa prova, po. Unë e punoj produktin, del një setër, një pall, çfarë do qoftë ajo, pa prova. Se ti e ki trupin tonë aty, ti ki punu në trup tonë. Do të thënë pak fitohet koha, yll. Kohën ty ta shkurton tepër. Po, mundet. Mirë po, si mas përvojës, njerëzit i kanë ato kërkesat pak më ndryshe. Se sa, kër i japin ato farë modelin, kër mendojnë ata mi bo, ata gjatë kohës, gjatë punës, e vrenë që nuk i pëlqen ajo, lypin ndryshu. Shton.
Po që atë dhe Kupton? Edhe unë muj më janë ndryshu. Muj më janë ndryshu gjatë punës. Ka gjana që ndryshohen. Ka gjana që nuk bën më ndryshu. Do më thonë, këtë më varet për premjes. Modeli e cakton edhe premja e cakton, për shembull, do gjana ku muj më ndryshu edhe do gjana ku nuk bën më ndryshu. A të vajza këtu qyshe përdorin këta këtë metodë, këta i kanë, do më thonë, punimet e tyne më shumë bëhen edhe shiten si të gatshme, se na për shembull që i bëjmë me porosi. E kjo ka ma letë për shembull kur e punon, e ka një numër të caktuar, edhe ka shumë ma letë, për shembull, e vesh klienti e provon, i pëlqen modeli edhe merr. Atë unë është këtë diçka tjetër. Se unë nuk punoj për me shit. Unë i bëj vetëm shërbime punoj. Do më thonë, bazë kërkesave të njerëzve. Jo, dhe individuale buan. Edhe një individuale, do më thonë, ipet modeli, ja të regon parë se mu prej. Kime pas probleme, për shembull, që kanë me ta lyp mi ndryshu. Po, e ndryshon aty. Hala pa dalin material. E ndryshon aty. E du ma të shkur. Po, klienti duhet ti të komunikon. Po, komunikon. Të mundshëm, deri në këtë fazë mund të bëhet pëlqen, pëm do këtë bukur në trop, vazhdo bëma. S'pëm pëlqen, nuk pëm përshtatet për trop, a mund është pak kështu, edhe kompletohet aty. Hala pa dalin material, o fjela. Po, hala pa dalin material, kompletohet aty. Po, mi. Aty është e vetën. Ajo metoda që kjo pas ka gjithë një metodë, shumë përshtatshme që edhe i ka efekt. Po, me kohën, se me kohën ka më lyp kjo. Dhe më thonë, në Evropë edhe në disa vende tjera, veç kanë fillu me këtë sistem. Po, më intereson edhe, ju e thatë kretë kohën cilësia materialit ka shumë rëndësi, sidomos tek ana juaj që pritni që vazhdimisht ta fitoni atë titullin e mjeshtrit si që ka ylli tashme për kaq vite, por që edhe këti është dashur ti ta bëj atë lojën e konkurencës, sepse konkurenca gjithmonë e bën më të fort profesionistin. Dhe tash yllit ja beson punën se cili njeri i cili e nje punën e yllit. Pse është kaq e rëndësishme cilësia dhe a kemi ne cilësi të materialeve në tregun tonë apo duhet të dalim jashtë kufive tonë? Ka shumë raste, domethënë kohët e fundit, domethënë këta materiale kanë filluar me pru më tepër. Mirë po, ato materialet që kanë kvalitet edhe cilësi të mirë, ato janë më pak në tregun tonë. Nuk gjenden shumë, pak ka. Domethënë të na vinë prej Turqisë, prej Kinës, këto janë vendet që i binë zakonisht. Mirë po, me rastet veçanta ka, marrin edhe prej shteteve tjera, me porosi bëhen. Mu për veti ka pasur raste kur mi kanë pru prej Zvicrës, Francës, materialet vetë mi kanë pru klientat. Dhe ke pa diferencën e materialeve, kvaliteti. Shifet shumë. Materialet Siris, domethënë prej vendeve të ndryshme, kështu që aty e vrenë, kom pas për shembull prej Kroacisë, kom shumë shpesh i kom disa klienta që kanë kontakt, që janë në kontakt me Kroacinë dhe i marrin i shfrytëzojnë ato. Edhe ka dallim shumë. Ka shumë dallim. Edhe tash bile e pata një vajzë i çepi 2 funda. Njëri ishte materiali i mirë. Tjetri, gjatë punës, kretë ngjyrën mashene për dur. Domethënë, ai pjekurin e ngjyrosjes, kur e kanë bo, domethënë nuk e kanë bo si duhet, edhe ajo është, kur e vesh ajo vajzë, domethënë ajo duhet mu la pasaj. Ajo duhet mu la. Jo fustoni. Shumë rëndësishme. Edhe shumë ishte rëndësishme. Shumë ishte çuditshme. Dhe ajo kur e ka bler nuk e ka ditë këtë. Ti si mjeshtër e ke kuptuar. E ke kuptuar. Po çashtu është. Ilki, cili është rrugtimi i materialeve që ti ekspozon? Unë zakonisht furnizohem me material italian. Domethënë është pak më i kushtueshëm, po materiali i mirë ta dallon punën tonë. Unë shpesh e thëmë, vinë klienta që lypin me material të vetin. Nuk është problem, mëj me ta bo me material tonë, nuk është problem. Po punën teme, nuk kemi pas aty. Dhe më thonë, gjdo sanë që punohet me material të mirë, ka me dalë mirë. Normal, punën, si me thonë, atë marakin e krejt dush mishtia, nuk është vetëm materiali, po që materiali mirë flet vetë. Vetë, punën ta caktojnë ose ta veçanë, ndrysh është. Edhe klienti,
është një faktor kyç që mban gjallë punën e një profesionisti. Ka shumë rëndësi ai të ndahet i kënaqur me atë që ja keni ofruar ju, në mënyrë që të sjellë edhe dikë tjetër ose ta promovoj të dikush tjetër. A është çfarë përvoja ke me klientët Aty ju? unë kom këtë përvojën. Përvoja e jetës ime dhe përvoja e punës ime aty ka qenë. Edhe? Do me thonë, klienti, çdo klient që ka pas kontakt me mu, do me thonë, gjithë ata kanë pru dikon të vetin, dikon të familjes, një mik, një mikesh, një i lakës, farafisit, do me thonë, ju kanë tregu ose ju kanë pa, edhe ata ju kanë tregu se të ju dhe kim qepë, edhe kështu ku më rritë punën. Nuk kum pasun e kur farë reklama gjatë jetës, përveç kësaj metode. Kjo ka qenë metoda. Reklama juaj ka qenë klienti. Kryesisht. Janë disa autor të njohur të cilët thonë për autorin flet libri. Do me thonë, nëse nuk flet libri, atër mos folasti. E për klientin është kjo, do me thonë, reklama ma mirë është gojë mas goje. Përveç rrjeteve sociale që kanë bot vetën, tash janë kanë amundsojnë këta, po dhe kjo gojë mas goje është shumë ma fort se sa tjerat, se e sheh produktin vetë, ja ki pa dikujnë dhe ki ma shumë besim, se e ki pa të dikush. Po nuk është që nuk janë të zorshëm nga njëherë klientët. Kërkojnë diçka që mund t'ja kenë parë një mikeshe, një personazhi diku në televizion dhe ai model nuk përkon me linjat e saj trupore, ose edhe të ti, sepse ju qepni edhe për meshkuj. Do më thënë, cili është ai komunikimi juaj që e keni bërë ju për gjatë gjithë këtyre viteve? Sepse është shumë rëndësishme ta bindësh edhe kur e ka gabim, e jo të kalot në komercializëm që keq unë po ja qepi kështu që shpo dënë. Ja, shumë është e rëndësishme. Unë e momentin e parë, kur ma bi një foto ose një sugjerojnë diçka, unë mas parë ju të regoj për format asaj, shka i përshtatët edhe shka nuk i përshtatët. Edhe ja jopi ndryshimet që mujnë me ndodhë. Nëse asaj i përshtatët edhe trupin e ka prafërsisht si aty në model, atër nuk ka problem. Anë ato, do më thonë kliente që i kanë trupat, do më thonë që nuk ju përshtatën, a janë matë plota, a janë matë... Unë ju japi si skjarim, ju japi, shkon kjo nuk të shkon. Kjo të rinë ma mirë, kjo nuk të përshtatët. Kështu që shumë këm pasë raste që më kanë kuptu. Pra i këm pasë ato raste të kundërta, unë e du kështu. Po mirë i këm thonë, a di vetën që shje? Po, shumë mirë. Nuk du me të ofendu, mirë po a di vetën që shje? Djetë se qëtë figurë që i ka shetë këtu në foto nuk imi papë të vetë vetja. Kështu që këm pasë shumë raste për shembull që më kanë kuptu, dikush s'ka dash me kuptu. Kështu që ajo janë ndryshimet e njerëzit. Me lidhë me këto, është qajo pjese që e përmendëm ma herët, kur insiston që ashtu ma do mi pa që shdokesh që pëta qes ty. Në thonë që kjo është atë që e shë vetën ajo halo pa u bo. Adi, si me thonë, ja hek pak edhe ato komplekset, po dhe i tregon drejtën që qështu të është, po, qështu del. E ka, loj klienta që e lypin këta dhe këta. është mirë me ja tregu të vërtetën, është mirë që nuk del kështu, që kështu që është del, që donë me bojmë, po nuk del tamam qysh është. Po, kësa kanë sens edhe në zgjedhje të materialeve klientët, në përputhje me modelin të cilin e kanë të përcaktuar, se gjithmonë fotografia është një fotografi cilin nuk mund të prekim, të ndjenjë, të shohim trashësinë ati materiali, lojin e kështu me radhë. Dhe nga njëherë, kur nguten dhe i blejnë vetë, edhe mund të kenë ato dilemat pasaj. Po, është shumë e vërtet. Ata shumë shpesh për shembull kanë, domethënë, klientat, disa prej klientave janë shumë markli, kështu që shkon e blen materialin edhe madje. Domethënë për materiale apo nuk kry. Ka raste kur vetë klienti më pyet çfarë materiali duhet për këtë model, edhe ju tregoj. Kështu që nuk kam problem fort. A kur më pyesin, domethënë i kanë shumë më mirë, kurse më pyesin, atëherë në bazë që aty në duhet mja përshtat. Sigur jemi mësu nga njëherë të kopjojmë, të marrim, të ndjekim trendet e modeleve edhe të mos shohim nëse nuk përkon me moshën ajo që ti po ke dëshirë me e verse. Edhe mosha besoj ka shumë rëndësi.
Ja, keni guximin si ja thoni se... Në kodë sodet i kanë përzi pakës Po këto. pikrisht, për këtë po e diskutojmë. Aty nuk mund është me përzi, aty Jo. është... Unë e pas një rast, një grua moshune, Po. e zgjedhi një model të vajzave të reja. Po. Edhe i thash, Zoj, thash, a e din? Thash që kjo është për vajzat të reja. Tha po. Tha mos më këshyr vjet, tha po, unë e du kështu. Po. Thash u kry. Personale. Po, është personale. Ti mund është me ndërhy nëse ka materialin, ose nëse modeli nuk i pëlqen, ose dishka, ama aty nuk mund është me ndërhyte. Po ngjyrat, çfarë është trendi kohës këtë sezon? Që tash, të ngjyrat shkojnë zakonisht, të ngjyrat e mbyllta shkojnë për mramje, për bankete, për këtu. A ngjyrat e hapura, qelta, ato shkojnë më shumë për ditën, për ditëshme, këto. Ato e në matë përshtatshme. Sepse natën ti në për ahenjë, për shembull, kur ka ndryqim jo të bollshëm, ti nuk shef aty asgjë për ngjyrave. Kështu që më mirë, ditën ato vinë shpreje më shumë, a natën të mbyllta zakonisht shkojnë më shumë. Po. Elkiti? Po, është edhe po. Është edhe kjo. Mandej është edhe ma tepër unë të qëndroj tek ngjyra preferuar e klientit, ose varet për shka e ka, a ka për ditën, a për natën, si tha dhe Ylli. Po, edhe këtë pranverë verë, tash kanë më bajtë ngjyrat pak ma të qelta, ma të buta, si me thonë me shkute kjo ngjyra e trupit, ose ngjyrë vjollce butë. Edhe të hapura, ma të hapura janë këtë verë, pranverë verë. Dhe më thonë, ngjyrë vjollcë, pembe, but, e gjelbërt e but. Po, që këto të mramjes gjithmonë bizotrën e zeza, është ma mirë. Por me kalu prej një operacioni në një operacion, besoj që saktësia dhe durimi profesional janë shumë të rëndësishme. Deri në finalizim të punës, kërkohet punë, kërkohet kalimin nga një operacion, a ju ka ndodhur për gjatë këtyre viteve me humb durimin ndonjëherë nga një operacion, apo të gjitha operacionet për juve janë të njëjta? Jo, unë për veti, verës, qepi vetëm fustana. A dimrit, muj me qep edhe gjana tjera, të më thonë komplete, palto, gjithçka. Përgjithësi i qepi gjithë. Kështu që dimrit kom kohë ma shumë, se kam ma pak darsma, kështu që kam kohë ma shumë, mu marrë me do gjana tjera. A verës kryet këput me fustana mire. A ndryshon vështërsia profesionale nga sako, paltoja, kompletet, fustani? Shumë ka ndryshim. Cila është ajo komponenta që duhet me pas? Procedura punës, se për shembull një setër ose një palë të lëpë ma tepër punë, se i ka ato mënyrat e citelinës, muratu që shduhet, i ka disa etapa derisa të vjen për fundim. Dërsa fustani është një copë plus me një astar për fundin, nuk është e lehtë mu bo asajo kur do mi bo tamam që shduhet, po që palta dhe setra i kanë ato procedurat ma të gjata. Edhe në masa, edhe në që shka luj. Gjitha, po. Se fustanat punon zakonisht për trupi ma shumë, më thonë, edhe shtohen ato rezervat që duhet për qepje, janë ma të vogla. Ate setrat e paltot e këto, janë pak ma të gjonë, ose të më thonë ato vishin përmi diçka tjetër. Kështu që në gjithë shka ndryshon. Zanatlit thonë, i kanë ato sekretet e punës. Sikur kuzhinjeri që nuk ta tregon një sekret për një recetë të caktuar. Njëjtë ndodh besoj edhe tek ju. Ka sekrete ky profesion? Që bën diferencën me tjetri? Kjo vajza e re, tash këtu, që ka fillu profesionin, kjo duhet me pas, do më thonë durim, vetë besim edhe bashkëpunim. Bashkëpunimin duhet me pas nëse do më arrit diçka më tepër, se sa që e dim. Pse kjo është përvoja jeme, e ka bo, se unë tash për shembull, kom aty rreth dyqaneve të mia, i kom edhe ja 10 tjerë, kolegë. Edhe gjithë nga ata, se unë tash jem, më i me thonë, për mjeshtrive, jam pakës ma, kategori pak ma ndryshe. Edhe gjithmonë ju ku mi japë rëndësi, edhe ju ku mi japë, për me i kvalitetit, i ku mi japë rëndësi shumë, edhe ata kanë kuptu edhe të më njofin për këtë.
gjithë kur kanë nevojë diçka, bashkëpunojnë nërmes veti. Edhe shumica prej tyre, kur kanë pengesë diçka, vinë në vesin edhe ju tregoj pa kurrë problemi. Pse? Kom pas parim tjetës, edhe më kalon baba, më ka thonë, kur e ki një kolegë, kur më s'jafshe, kur të kërkon diçka, se ai është ka dënë me mrim pak ma naltë. E ndihmojnë që se ki mundësi. Shumë njerëzore kjo që po thoni, edhe shembull për të tjerët. Edhe e kom, kështu që të parim e kom, edhe kom qef gjithë mi ndimu. Kush ka nevojë, kush shpreh nevojën, të unë lirisht mundet në orë. Pa kur farë pengesë. Shumë e rëndësishme kjo që tha Ylli. Se unë vetë thash kur kom fillu, unë vetë me mësu, si me thonë, kom pas plot për rrath që kom mujt me vetë, po jo dikush me ta jap ta amën që ta shaki lyp. Shumë gjëna që nuk e ki pas rastin. Po thash, nuk kom pas raste. Tash e ki. Tash veç kom kalu ato vështërsitë të fillimit, kom arrit dhe që aty ku unë menoj që është taman, ata shavin të tjerat është vetëm pjekuri, jo më mësim, po shka do që kom vetë nuk e ma kanë kallëzu duhurën. Unë jëmë duhet me provu vetë, mi ndru disa sene vetë, me përdor materiale, edhe fati që kom... Dhe me prish materiale dhe gjithësësi. Shumë kom prish, se fati që kemi marë materiale prej Italisë dhe me njëherë kom prish edhe materiale të mira, jo materiale të këqia. Edhe veti kom me mësu që atë. Dhe më thonë, nuk kom pas në i fatë me mësu prej dikujne. As një sanë, përveç librave, dhe më thonë, në praktike në kom bove. Për ty në mirë, se ki arrit vetë, mirë po, kishë një mu diçka ta kishë letu punën, ajo kishë qënë shumë mani. Shumë normale, një pe ose një diçka që nuk e kom dit me... Për një njërit që e ka përvojën, a disa shumë talenton. Që ditë sa shumë talenton. Unë e kom pas një rast, pse e kom shtin kry këto. E kom pas një rast, i kom pas do kursista, shkollë të mesme, këtu kina pas një bashkëpunime se isë kontaktin, edhe gjatë punës, i kom spjegu ato që kishim i punu, një për kursisteve, ajo është e hutun e kretë, shkon të folë, muhabet, diçka kretë tjetër, e kom thirë, kom thonë, atë të regom shka të goa. Me logikën e saj, ma spjegoj shka u lëpë, atë shumë më pëlqej, ma shumë se ato që isha une që tu punu. Edhe, edhe që shka ju thash, gjithve, thash adi këtu, adi se zbulova diçka tase, jo për me, po për kësaj. Edhe kjo spjegoj, thash që kjo metodë qështu. Ajo në fillim e mur ato që, ati tash piqortoj diçka, po nuk ishte ajo, qëllimi ishte me ju të regu. Ajo në zonë, që ajo kursiste, ajo nuk ishte të bëj farë me atë profesion, ishte armu, si fillesare, po edhe më latë diçka shumë, se logika një jotë është shumë, do më thonë se në këtë profesion. Shumë do më thonë se është. Do më thonë njerëzit, kur kanë logik, ata shumë leti im rejnë gjanat. Edhe ju spjegova të gjithë. Kështu që më ka meta jo si kujtes, që njerëzve duhesh me unimu kur kanë nevoj. Duhesh me unimu, sot ki mundësi. Atë sa ki... A është profesion që kërkon me ndjek tregun, me ndjek ndryshimet, me pa se qëfar po vjen edhe qëfar iku, ose qëfar u rikthye pas 20 viteve. A janë këto gjana pjesë për dishmërisë punës suaj? Po, këta eki ti duhesh me të folë, se ti e ka i përcjellë më shumë këto rrjetet sociale. Rrjetet sociale, nuk është që i përcjellë shumë rrjetet sociale, jo, nuk i përcjellë shumë rrjetet sociale, me të kallëzu drejtë në si zanatli, dizajnera nuk jemi, për mi mri, do më thonë me këqyr shkaka, ose me qpik diçka modele, ose diçka, ne jemi zanatli, në shkat nga kërkon klienti, na duhe me e bo. Ose, që ato shka ti menon që është e mirë, është ma kreative, e bëjnë edhe qëtë po. Mi njek trendet, jo, nuk është. Unë menoj që, shive, moda është vetëm, si me thonë, e kohës, kalon, nuk është diçka. Stili me të në hertë, stili njëri u të është. Tash, trendet janë shumë të rëndësishme, se ato kanë bazën. Se na nuk mujme që për shemë, ka ndryshu shumë për shemë modelit për vitit kalu, me këtë vit ka ndryshime shumë drastike. E dikush atë shumë e përcjell, sa që kuptuat, a ti dush mu bazum në ato trende. Edhe unë i kum vrejt, unë pakës
nështë ajo më i vjetër, po unë i përcjeli. Po, ku pas rastin edhe mirë na me këto, në kohën e lirë mirë na me këto qenë. Edhe i përcjeli për shembull modën në Itali, në New York, këto të mëdhajat, Paris, këto gjithat i përcjeli. Po, ndryshimet, si ngjyrnat, para që foli vajza, shumë mirë, se cili vjet i ka ngjyrat e veta, që japin këta dizajnerat botnor, që japin rëndësi. Ndryshimet edhe për stile, edhe për gjitha këto, janë se me shku për shembull me një trend, me një model, do të thonë këtë vit e vitin tjetër, atëherë ata mesin pa punë, se ti e ki qep një fustan, si vjet. Modelin ato. Vitin tjetër ti ki një dasëm, do mi qep një model tjetër. A kupton? Kështu që ata me qëllimi bojnë ato ndryshimet, që ti duhesh me njek mi përcjell me kohën. Dhe më thonë, duhesh gjithsesi mi përcjell, gjithsesi. Po mirë, nëse i përcjellim trendet e huaja shumë mirë. Ashtu. Po. A është e rëndësishme, ose si ju tingëllon kjo kur gratë, sidomos din të jenë ato më sensuale dhe i kushtojnë më shumë vëmendje dukjes së tyre në secilin ahenge, sidomos gjatë verës, kur nga tash fillojnë ato përgatitjet e para, rezervimet e para. I shoh dhe maturantët në shkollë, të cilët veç fillojnë me etiketu ku do ta orientojnë fustanin e tyre të mbrëmjes. Që në një farë forme është diçka që kërkon kohë, po edhe kërkon kosto. Si qëndron puna me çmimet? Janë të përballueshme këto dëshira të këtyre grave tona që të ndryshojnë në secilën mbrëmje me diçka të bukur? Po shumë ka ndryshime. Sidomos tash, këtë vit, ka pas shumë ndryshime në çmime. Do të thonë janë shumë një shtrajtu çmimet. Unë ku ndryshu, po jo shumë, se nuk muj. E kom një farë mase, një farë po, nuk muj më tepër. Në çfarë kategorie jam shumë ma poshtë se sa shka për shoh, shka për dëgjoj. Çmimet ndryshun, u rritën, po e dëgjova të një familjari, tha, shkova dikun me i rregullu një par patika dhe çmimi për një lipak që e kanë gjitë, 300%, dhe i tha, që ka bo mërë çekiqi ju të shtrajtua? Do më thonë, ti që çekiqin e vjetër që në këtu e shfrytzu. Do më thonë, mos shfrytzojmë, të abuzojmë me çmime edhe pse ndoshta ato baziket janë rritë gjithsesi. Po, që puna dorës, vetëm tek ne nuk është që shfrytzohet, ama se puna dorës është diçka që e javlen mu pagu. Mu pagu javlen. Ti nëse do me shku me bo diçka për qef tonin, do më thonë një model që je ka do me bo për trup tonin, ajo javlen mu pagu. Por që të na pak ma ndryshe. A janë të përballueshme? Për shembull fustanat e mbrëmjeve të maturës, a janë të përballueshme? Unë dëgjoj lloj-lloj çmimesh për një fustan. Po, është vërtet. Kam dëgju deri në 350 euro për një fustan. Këtu, pikrisht tek jo, profesionistët e Gjakovës. Jo, ka dhe ma shumë. Ka dhe 700-800. A ka kosto familjarit ja siguroj një fustan për një mbrëmje një nxënësi në këtë vlerë? Unë e ku pas një rast, para sa vitesh, një vajzë erdhë më pyet, ja tregova çmimin, 150 i thash. Me materiale, me krejt. Ajo tje një shoqe e saj, i reagoj pak, tash, pse apo duke shtrajt, tha jo për kundrazi. Tha mund 350 më kanë lyp për këtë model. E posh, a ishte edhe më i thjeshtë se këto që i lypa unë 150. Edhe më i thjeshtë. Dhe më thënë, është një farloj abuzimi i situatë. Jo, kërkush nuk të merë ty me në dyqan me zërë. Po, ti e zgjedh vetë. Ti shkon vetë taj. Ti shkon taj. Mirë po, truni për shka është. Kur ta jepa të shmim i thuk faleminderit, edhe shkon diku tjetër. Edhe i thash une që do ta kepi për shembull me këtë shmim. Po, thash shkote ai zotnia që të ka thonë kaq, nëse don. Po, thash se edhe thuj ati më falë se nuk për më përshtatë çmimi. Edhe kur më tregu më se aja vajza, nënën e kish një pastruse. Që ka të ardhura shumë turka? Që atë të ardha nuk e dija i ka marrë ajo për një fustan. Po frizura, po gjona tjera për një mramje, për një vajzë. Se po imponohen nga rrethin, nga informata. Edhe vajza ime ka qenë dikur maturante,
edhe unë kom po ato shpenzimet, i kom po ato gjanat. Kështu që unë mas pari mendoj si prind, mas e si mjeshtër. Është kulturë, ma përmendje që është kulturë familjare dhe kjo, shkon me kulturë. Nuk mund është me abuzu me dy, sidomos me maturanta, për kundrazi. Nëse ki bo në qatë qmim dejnë me qatë do të bërnë edhe për maturanta, bile edhe ma lirë, ofrojo edhe një qmim ma të lirë. Se janë zënës dhe ata domosdoshmërisht me gjitha ato forcat e veta, arsenalin e tyre e shfrytëzojnë për me bind prindin për me ju bleqë ato. Kështu që është rëndes shumë e madhe për prindin. Për prindin është e pa përballueshme. Yll, edhe diçka. Të knaqur e dim sepse ju kam bajt gjallë klienti për kaq këto vite. Por të ka ndodhur për gjatë gjithë kësaj përvoje që një klient të mos jetë ndar i knaqur me punën. Po, është normale. Çfarë ke bërë në atë rast? Unë mundona për atë metodën time që kam, mi bind ata se një san që unë e punoj, ai duhet me pas kujdes shka për jep, do me thonë shka kërkonaj. Atëherë unë jo më në qendi me i bo gjithshka. Se një mjeshtër, gjithshka mundet me bo. Këtë në varet për ti a di shka donë. Nëse din ti shka për donë, atë unë e kom shumë ma lehtë. Kur ti je, do me thonë mendimet tuja nuk je ka din shka për lyp, edhe unë me të vërtet është shumë problematike me ata persona. Kum pasë raste, kur nuk jenë kënë knaqe me trupin e vetë, nuk jenë kënë knaqe me format e veta, nuk jenë kënë knaqe me shumë gjona tjera, atëherë gjenë të ti, për shemë atë problemi. Ju mundu gjithmonë mjë letu edhe mjë bo matë letë, matë përshtatshme atë formën që ka lyp, mirë po kum pasë raste, për thëmë, prej aty në tipave që ata janë të komplikuar dhe për vetë. Normal që dikush duke me është e pamundur. Po kanë probleme vetë vetën më shumë. Unë si mjeshtër, besoj që nuk kum bo gabime, për shembull që më ju prish aty në qenë. Elkiti? Janë zërshme nga një herë klient. Po, ka dhe të zërshme, mirë po bashkëpunimi nuk duhet më majtë mirë me klientin, që tha dhe ylli duhet me folë, me ditë mja spjegu, kjo bën mirë, kjo s'bën mirë, edhe ndodh në herë jo lypin shumë ma ngushtë se që duhet, edhe se shojnë vetën që s'bën, edhe apet e lypin, nështë qaj është një problemi masi. A në modele kështu në konstruksion nuk më pas hala në... Po besnik me kohën keni qenë, se zanatlit nga njëherë, jo këtë marte, jo të martën tjetër. Këto unë se kom. Qërëtash për këto. Vetëm frizeri, po nuk mundet me trajt. Po. Se pi përdori këtë fjallën. Emi duke diskutuar, pa me ratë. Pse? Ai nuk mundet me thonë, lema krytësët, hade mere njësë. A na mujim, nëse kina problem. Kështu që është pa pasoja. Po jo, me datat saktune nuk mujim me lujtë. është të vërtet. Kjo keni... Po ajo mund t'jetë si këto dokumentacionet në përzyret, mbetet sirtar t'jepet prioritet dikuj tjetër me datë saktume. Ose shkojnë me rënë. Të siguroj punë në një forme. Tash presnia ku ka pak diska masi. Për harroj ka jerë. Bashkë problemin më të madhen i kom me shoqen time, se punojmë kërë bashkë. I thëmë, andi qërë për cili, ajo më thotë mu, unë i thëmë asaj. Ani dhe një tjetrit edhe nuk është. Shtim, diqysh, mirë po, zakonisht ka ndodhë, vjetë për vjetë, një, dy klienta, kom pak probleme këtë. Po, Elki, unë t'i përcili vazhdimisht këto modelet të cilat ju i vendosni dhe i ekspozoni për klientët dhe sinqerisht se cili për i tyre më i mirë se tjetri. Edhe gëzohëm kur shoh që njerëzit i kanë veshur, i postojnë ato, janë kënaqur me punën e juaj. Por çfarë do të sjellësh treti për gjatë këtij viti, sepse presin ishin ato modelet e sakove dhe palltove dimrore të cilat u bën zë i fuqishëm i Elkit për gjatë këtij sezoni. E shumë mirë, jo, ta them me përgjithësi. Faleminderit, Elita. Ta shohim tash jemi të punu këtë drejtim, pra në verëve që ka vjen shpejta kjo sezon, unë do të shkoj në këtë mënyrë
do më thonë të logjikës time ose të stilit, sikur që kanë qenë paltat edhe këto, në atë stil do t'ju ofroj edhe një fustan të mramjes, duke përdor do më thonë sfilën e mirë, edhe vetëm këtë drejtim nuk muj me ndru tash, jam shkun që atë mënyrë. Personalizo në një pjesë edhe do në të vazhdosh në atë pjesë. Pa, nuk muj me imitu kërkon, do më thonë duna me shkun që atë mënyrë. Yll, qëfar duhet ketë parasysh një rroba qepës që t'i rezistoj kohës edhe kërkesave të klientit? Koni sakt, më konë një këqyrë punën mi bo si duhet, kualitetit mi apë shumë rëndësi, idet, ndryshimet mi përcjell, pësoj që me këto parë kushtet i nuk mundesh me gabu. Do më thonë edhe më koni shumë i kujdeshëm me sjellje, me punën, ju najt njerëzve me fjalë, këto janë parimet. Nuk është që nuk njihet Gjakova për rroba qepsi, për profesionin e rroba qepësve, po nuk është edhe kjo ana tjetër që shumë shpesh shohim kërkesa për rroba qepës, sidomos në disa kompani të vogla që ka mungesë. Cila është? Më tregoni pse ndodh kjo? Po, ndodh se kanë fillu mu hapë shumë, mu kërku më tepër se sa që kemi kapacitet të rritë. Përpara ka qenë shkolla mesme, edhe ka pas të rritë shumë a shumë të interesuar për atë drejtim. Tash i shoh të rritë orientohen do profesionet tjera më shumë, japin rëndësi. Kështu që ka mungesë, është shumë e vërtet, ka mungesë, edhe do të ketë mungesë edhe më shumë nëse vazhdojnë kështu shkollat. Sepse e mira e Gjakovës këtij profesioni ka qenë dikur kur kanë ekzistuar edhe fabrika të cilat kanë punësu 10 njerëz të cilët kanë qenë me rroba qepsi dhe kjo pastaj është përcjell ndoshta nga një gjenerat në tjetrën. Tash edhe të rritë e sotit, unë nuk e di, nuk e kuptoj, ne kemi pas mundësin atë kohësime, kemi pas mundësin me dalë jashtë kur kemi dashtë. Pas soshat tona, dhe më thonë, kanë pas vlerë, po ne nuk i kemi ja pranësi, dhe më thonë, me dalë jashtë, se kemi pas punë të mjaftueshme këtu edhe kanë qenë kushtet shumë të mira se sot që janë. Mirë po më pëndëgjoj që edhe njerëz që i kanë këtu kushtet janë ka kërkojnë me dalë jashtë. Unë habit na me ta, mirë po, kështu ka fillu ky mentalitet me dalë jashtë. Kjo për ndikon shumë, për ndikon se shumë të rinj ka mundon me shu Kosovën. Kjo është mungesë e të rinjve atjere. Kështu që edhe mesim, baba ki, ku mi di qysh komunarë. Nuk është që kemi një koleg në televizion që vazhdimisht i bën edhe këto materialet për zanatlit të ndryshëm në Gjakovë. Dhe për çudi shumica prej tyre thonë që është në shurje ky zanat, rrezik për shuarje ky tjetri, e nuk është mirë ta dëgjojmë kur ndoshta e kemi trashëguar dhe jemi njoft si kulturë për këto zanate përgjithsisht. Prandaj mungesa e trinjve dhe mundet me sjell këtë situatë që po thoni ju. Ka me pas probleme shumë, unë të shpishon në gjitha zanat, në gjitha profesione. Shumë ka me pas mungesë, se nuk e di, kanë hupa atë orientimin, nuk e di këta të rritë, do më thonë nuk janë, s'po du mi fajsu, se nuk janë për më fajsu kërkon. Mirë po, duhet me bashkëpunu ma shumë, do më thonë, institucionet me prind, edhe me njerëzit, edhe me të rritë, mi japë mundësin mi adhonë. Në tonë, unë dëgjoj për shembull se kom klientat edhe prej Zvicrës dhe Gjermanisë. Unë dëgjoj ata punën praktike. Nxënësat e shkollave kanë mi po punën praktike. Këtu të nanë, të lefar, domethënë profesione, këtu të nanë nuk kemi. Nuk kemi. Shkollat e mesme, vënë se mu interesu për shembull, me fol me rroba qepsat, me fol me zanatlit, me fol me gjithë këto organizata që mirën për shembull në profesionin tonë, më ardhë me bisedu me ne, më marrë vesh komuna, mi pasë njerëz të vetë, edhe mi gjithë një farforme që ata nxënësa mi bo dikun punën praktike, sa ata në për shkolla pi kryin shkolla. Teori, po praktik. Mundohen ata gjatë vitit so kanë mundësi me mri, mirë po aty një duhet më tepër. Ky profesioni joni e don 20% e don teorin, 80% e don punën praktike, për më arrit diçka më shumë.
E kështu që në gjitha lamit, unë mendoj që duhet të jetë kjo metodë përdorur. Po, gjithsesi. Sidomos për zanat. Deri tash ku ke arritur, cila grup moshta ka besu punën më shumë? E tash, mënyra që unë e kom zgjedh, ka qenë një mosh pak ma pjekur. Më thonë, prej 25-ve, deri ka mosha 50, ashtu të kom pas klientele. Sa është edhe mënyra, dhe më thonë, e stili ose që e rrim që e kom përcel, është kjo mosh. Po, Vetëm femra apo edhe meshkuj? Tash kom fillu me meshkuj, po. Tash kom fillu edhe me meshkuj, e njëjta mosh është edhe të meshkuj. Ka përjashtime verës, kur të ka, dhe më thonë, këto maturat e këto, ka edhe prej moshave pak ma të ulta. Po. Ti i ke prek gjitha moshat? Une, kur kum fillu profesionin, kum punu kryesisht me moshkuj. Po. Mirë po me kohën të transformu, tash me mashkuj nuk punoj vetëm me femra. Cilat janë më të lehtë? Kohë nuk kam. Kohë të mjaftueshme, s'kam sa kam punë. Po mirë, shkurt, cilat janë më të lehtë? Më të lehtë janë burrat 1000%. 1000%. Një fjalë edhe u kryve me ta. Me femna, kur shyshes. Se që ndrojnë se cilën herë kanë ka një dëshirë, a? Po. Se cilën herë? Normal, edhe natyra, edhe gjitha ato janë që të femrat. Po, është e mirë që në fund me u finalizu mirë edhe me thjesht për se do të paguaj për atë shërbim edhe ajo me undi mirë me modelin që e ka zgjedh, që mos me undi e zhgëny. Mirë, faleminderit shumë, u kënaqëm bashkë edhe nga një porosi profesionale, cila do t'ishte yll? Porosi? Për këta zanatlit të ri. Munoj mi arrit kvalitetin, gjitha të keni arrit. Kvalitetin. Do më thënë, diferencën e bën vetëm kvaliteti. Po. Elki? Porosia ime është tek të rritë, sidomos, të kenë qasje sa ma shumë me zanate. Nuk është të thone me qenë zanati rroba qepsis, po përveç shkollës që kanë me vazhdu me kry ose dojnë me mri diku, ta kenë edhe një zanat vetin. Unë e vetë, e përjetova vetë, e pas qysh ishte, dhe më thonë, është mirë se cili prind, ju kësha lutë se cili të prind, me ajap një zanat fëmiz vetë, me e që diku që aj pa marë parasysh nëse kry një shkollë ta ke vjetrit kanë thonë, mere zanatin edhe vjere dikon. Jo rastësisht kanë thonë, pikrisht. Për këto, se nuk dijet gjindet dikur. Faleminderit, mbarësi, punë profesionale sa më shumë, e shëndet gjithsesi, edhe arritje të reja, sepse klientët duan arritje të reja. Faleminderit. Ishte kjo tëra sa i përket këtyre dy profesionistëve në fushën e rroba qepsis, ndami këtu bashkë duke lënë takim në një tjetër temë diskutimi. Mirëmbëjtje.